Dhe vjen çasti që smuhet dhe xhaxhai pejgamberit alayhis salatu wasalam, shtylla e fortë e mbështetjes tij Ebu Talibi. Ebu Talibi kishte kaluar të 80-tat. Një fragment i kërkohet duke e parë, domethënë kurejshitët se ai Ebu Talibi po largohen nga jeta e kësaj bote, bëjnë lëvizjen dhe përpjekjen e tyre të fundit. Po shikoni tashmë se çfarë përpjekje bëjnë. Nëse negociatat para kësaj me të dërguarin e Zotit ishin të atilla që ti duhet jesh i kufizuar ose nuk duhet veprosh apo ku ta diun gjëra të kësaj natyre, tashmë negociata e fundit shikoni se si vinë dhe tolerojnë. Shkojnë ke Ebu Talibi dhe i thonë: "O Ebu Talib, kemi ardhur tashmë me këtë nipin tënd të merremi vesh." Pra kurrë nuk kishin thënë të merremi vesh. Gjithmonë kishim përdorur intonacionin ose tonin e të fortit. Derisa vjen çasti dhe thotë të merremi vesh me të. Dhe fton Ebu Talibi, fton pejgamberin alayhis salatu wasalam me thret nipin e tij dhe i thotë: "O biri im, këto janë paria kurejshite, sikur se e sheh, kanë ardhur të merren vesh me ty." Thotë: "Çfarë kërkojnë o xhaxha?" Dhe sytë e veshët Ebu Xehli 4. Thotë: "Kërkojnë që ti të zbatosh fenë tënde publikisht, ti dhe pasardhësit e tu, këta të bëjnë veprimet e tyre publikisht, por me kusht që ti nuk do i cënosh." Domethënë, nuk do të cënojnë, por dhe nuk do t'i cënosh. Pra mos flit për fenë e tyre, mos flit për zotrat e tyre, shikoni se çfarë kërkojnë. Ndaje fenë, pra fenë që e kishte pejgamberi alayhis salatu wasalam për Zotin gjithësisë, do të ndaje fenë nga jeta. Nga çasti që kombet e ndryshme kanë nda fenë nga jeta ose jetën nga feja, thonë ndryshe, kanë marrë fund. Sepse jeta është për të stabilizuar, feja e ka dërguar Zoti xhel xhelalu për të si një rregullator i jetës në tokë. Kur nuk duhet pranosh që të ndahet feja nga jeta, sepse feja është për ta sistemuar atë. Si mund ta pranosh që të ndahet, ta shkëputësh atë? Në mënyrë absolute, kjo nuk duhet ndodhi, nuk duhet diskutohet. Pasi i dëgjon pejgamberi alayhis salatu wasalam propozimet e tyre, thotë: pranoj negociatat me ta, por me kusht ta thonë një fjalë. Ta pranojnë një fjalë, Allahu të shpërblet. Ta pranojnë një fjalë dhe pranojnë gjithçka prej tyre. I pari i cili shprehu gatishmërinë për ta dëgjuar atë fjalë ishte Ebu Xehli. Cila është ajo fjalë, ta se themi 2 e 3, pra mjaftoi që ne të merremi vesh me ty. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, të thoni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Me këtë fjalë ju betohem në Allahun, se nëse do ta thoni, do të sundoni arabët dhe jo arabët. Pra ka për t'ju mundsu Allahu xhel xhelalu që këtë prisin që ju kërkoni pra me qenë të parë kudo, jo vetëm arabët, por dhe jo arabët do t'i sundoni ju. Refuzoi Ebu Xehli, refuzoi paria mekase, dhe Zoti me madhnit vet nderoi njerëz dhe nderoi kombe, të cilët e morën këtë fenë dhe e bën moto dhe qëllim e synim të jetës tyre. Pra, nëpërmjet kësaj historie, Zoti gjithësisë sikur po kërkon të na thojë, ditën kur do të refuzoni fenë e Allahut xhel xhelalu, monoteizmin, njëshmërinë të Madhit Zot, në ditë keni vulosur një herë për gjithmonë suksesin që mund të vijë prej Zotit. Pra Zoti do ta dërgojë atë sukses tek të tjerë, të cilët nuk e patën, ishin më prioritar, ishin Mekë, ishin me dërguarin e Zotit, jetuan në të, njihnin shumë mirë, dinin prej ardhin e tij, dinin gjithçka për të, dhe vjen fundi e refuzuan. Dhe ndëshkimi ose shpërblimi për ata të cilët refuzojnë ofertat e Allahut subhanahu wa taala ishte pikërisht përvimje. Imagjinoni se kur i dërguari i Zotit e refuzon këtë ofertë, sepse ishte ofertë jashtëzakonisht e mirë kjo, nuk ishte bërë më parë të dërguari i Zotit. E refuzoi në ditën kur kishte më shumë nevojë. Ishin
të shkatëruar, domethënë ekonomikisht. Njerëzit ishin të rritur, sapo kishin dalë domethënë prej një zie, jo të pakët, por 3 vjetore, 3 vite domethënë të rrethuar aty embargu nga të gjitha veprimet. Të ofrohet tashmë liri totale veprimi, vetëm me kusht ti mos na cëno në besimin ton, pra mos flit asgjë për besimin ton, dhe ne nuk do të cënojmë ty. Domethënë ata të cilët janë besimtarë, le të rrinë besimtarë, më shumë se sa kaq. Profeti alayhis salam ditën kur ka më shumë të nevojë, ditën kur ai rrezikohet, ditën kur më shumë se 100 prej pjesëtarëve të fesë tij bashkë me familjet dhe fëmijët e tyre ndodhen në Abisini, ku nuk din domethënë për të ardhmen e tyre ose nuk garanton dot sigurinë e tyre, i dërguar i Zotit shprehet me bindjen e plotë. Sikur është duke u thënë domethënë me një fjalë që unë jetoj për Allahun, vdes për Allahun dhe nuk pranoj në rrugë të Allahut negociata asesi. Pra mund të pranoj çfarë do lloj negociate, por jo negociat me besimin. Pra ju po më kërkoni që të lejoj dhe të pranoj që në Kabe të adhurohet diçka tjetër përpos Allahut xhelle xhelalu, ndërkohë që mua Allahu më ka dërguar të ftoj, jo vetëm të adhuroj, por të ftoj në adhurimin e një Zotit vetëm, i pa negociueshëm domethënë njëshmëria e tij. U shkëput ky takim, rezultoi i pasuksesshëm. Ebu Talibit tashmë i shtrirë, realisht ishte i shtrirë domethënë shtratin e vdekjes, por ndodhet në agoninë e vdekjes. Shkoni të nderuarit e mi se çfarë vepron Ebu Xehel ibn Hisham. Ebu Xehel ibn Hisham, që ishte armiku faraoni i këtij ummetit, është quajtur nga profeti alayhis salam Ebu Xehel ibn Hisham, që nuk zonte asnjë respekt për fisin e pejgamberit. Gjatë gjithë jetës i kishte konsideruar jo rival, por i kishte konsideruar armiq, se rivali domethënë ka moral, ka etik në sjelljen e të. Kurse armiku, edhe me armikun ka etik, por ata i kishte konsideruar armiq. Dhe Ebu Talibin domethënë nëse e respektonte për vetë autoritetin që i kishte falë Allahu xhelle xhelalu, për asgjë më tepër. I afron vdekja Ebu Talibit, ose në çastet e fundit vdekjes. Shkon i dërguar i Zotit për njeriu të cilit i ishte borxhi normalisht domethënë gjatë gjithë jetës tij, sepse e kishte mbështetur të dërguarin e Zotit alayhis salam, shkon tashmë dhe i thotë o xhaxha im, pra janë çastet e fundit, çfarë kërkohet tjetër? O xhaxha im, një fjalë, thuaje një fjalë me të cilën mund të dëshmoj dhe të ndërmjetësoj para Zotit gjithësisë. Thuaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra me këtë fjalë do të dëshmoj para Allahut. Ebu Xehli, si shejtani i cili nuk ndahet në asnjë çast, që nuk kishte gëzuar respekt, domethënë dashuri, se s'po them respekt, se respektin edhe mund ta gëzosh, por dashuri jo, nuk kishte gëzuar as për Ebu Talibin, as për fisin e tij. Shikon se si ndërhyn tek Ebu Talibi dhe i thotë Ebu Talib, a pas gjithë kësaj jete, domethënë tashmë që je plak, që je në prag të vdekjes, a tashmë po refuzon besimin e të parëve tu, besimin e babait tënd, pra përse i përmendi babain konkretisht? Sepse Abdul Muttalibi ishte figura më e shquar që kishte parë Mekka. Ishte figura më e respektuar që kishte parë Mekka, realisht nuk njihte domethënë pozitën e tij. Dhe ishte një model për gjithë, jo një model, por ishte një model që për shumë kënd ishte i pa arritshëm. A tashmë që arritën këtë fazë, domethënë të jetës, thotë po refuzon babain tënd ose jetën e tij. Fjala e fundit e Ebu Talibit ishte në fenë e baballarëve të mi. Vdiqësi i tillë u pikëllua shumë pejgamberi alayhis salam. Ndaj dhe ky vit në historinë islame ose në jetën e profetit alayhis salam quhet si viti i pikëllimit për dy arsye. Dham të parën do të japim edhe të dytën. U pikëllua shumë pejgamberi alayhis salam për vdekjen e tij. Jashmase, një njeri i cili sakrifikoi gjithçka për të dërguarin e Zotit, sakrifikoi për edukimin e tij, sakrifikoi për rregullimin e jetës së tij, i qëndroi pranë, sakrifikoi domethënë edhe jetën e tij për të dërguarin e Zotit. Dhe pas 10 viteve durim në profecinë e dërguarit Zotit vjen çasti që nuk i bindet, edhe pse shumë kush për dietarëve të Islamit kanë thënë që Ebu Talibi me zemër domethënë
Dhe e ka shprehur madje, e ka ditë që pejgamberi alayhi salatu wasalam është në drejtën, ja që nuk e la jo kryenërsia, por ndoshta ai fanatizmi për paraardhësit e tij nuk e lejoi që ai të largohej nga besimi i të parëve të tij. Profeti alayhi salatu wasalam e shprehu atë pikëllim dhe bëri me dije se do të lutet për të. Allahu xhalla xhelalu ju drejtua pejgamberit dhe ju drejtua kujtdo i cili përballet me rastin e pejgamberit dhe i thotë innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk udhëzon atë që dëshiron, por është Allahu ai i cili udhëzon atë që dëshiron. Pra Zoti e ka në dorë udhëzimin. Mos mendove ti vallë se pikëllimi yt do të jetë mbi pikëllimin e Allahut xhallal xhelalu, që një krijesë për krijesave të tij të largohet nga jeta e kësaj bote pa i besuar Zotit, jo vetëm kaq, po të largohet nga jeta e kësaj bote duke i bërë shok dhe ortak Allahut. Nuk të takon ty kjo, domethënë. Kjo është Allahu xhallal xhelalu. Dhe ju drejtua dhe thot konkretisht të dërguarit Zotit. Ma kana lin nabi walladhina amanu, nuk i takon as pejgamberit, as atyre të cilët besuan, an yastaghfiru lil mushrikin, që të kërkojnë falje për idhujtarët, walau kanu uli qurba, edhe në qofshin të afërm tyre. Nuk kemi në fen tonë me hadër. Ky është baba, ky është nona, ky është xhaja, ky është djali i xhajës, e ku të diun. Këto kanë prioritet në besim. Kur jemi në besim, të afërmit kanë prioritet ndaj të tjerëve, por jo jashtë besimit. Jo se e kam pas xhajun këtë, apo e kam pas daja, apo ku të diun se çfarë e kam pas, më vjen keq më, do të lutem unë për të. Pse çau bë istikfari pazar Korçë, kur dushti domethënë hajt se po e bëj edhe. Ajo është një garanci që duhet ta marrësh për Allahut. Nuk i takon kjo thot Allahu pejgamberit, as atyre të cilët besuan Allahun dhe ndjekin pejgamberin, që të kërkojnë falje për idhujtarët, edhe nëse i kanë të afërmën të tyre, min ba'di ma tabayyana lahum, pas ju bëj qartë në misionit të cilin ai e bardhi, annahum ashabul jahim, pas ju bëj qartë se në misionin e tyre se këto janë prej xhenemlive. Pra vdiq si jo besimtar, nuk e pranoi Islamin, pasi ju shpalos teoria e Islamit, gjithë i cili bën sjelljen e vet dhe është përgjegjës për veprimet e tij. Shkoi i pari Ebu Talibi. Vjen fragmenti i dytë se përse u quajt viti i pikëllimit. Një kohë shumë të shkurtër. Thuhet 3 ditë, por thuhet 1 javë. Një kohë shumë të shkurtër, profeti alayhi salatu wasalam humb shtyllën më të fortë që kishte, bashkëshorten e tij Khadijën. 25 vite bashkë. Njeriu i parë që e besoi atë, njeriu i parë që e mbështeti atë, ashtu siç ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, ajo mbesoi kur njerëzit më përgënjeshtruan për Khadijën, më ofroi pasurinë e saj kur njerëzit më kthyen shpinën, më mbështeti kur tjerët nuk më përkrahën. Pra edhe kur i ka thënë Aisha radhiyallahu anha që i dërguari i Zotit ta ka zëvendësuar Allahu xhelle xhelalu atë plakën, pra duke qenë se ishte më e madhe nga i dërguari i Zotit me plot 15 vite diferencë, pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, jo, kur nuk më ka zëvendësuar me më të mirë. Kur nuk më ka zëvendësuar me më të mirë. Thotë ajo është femra për cilës Allahu xhelle xhelalu më dha fëmijë mu, 6 fëmijë. Jo vetëm kaq, domethënë, jo vetëm që ishte shtyllë e fortë, po imagjinoni nderuarit e mi, gjoja më e vështirë për një mashkull, për një burr, pas prindërve të tij është humbasi bashkëshorten. Gjoja më e vështirë. Po si do të jetë halli kur me këtë bashkëshorte ka dhe 4 vajza? Nuk janë as djemjo, po janë vajza që kanë akoma më shumë të nevojë për nënën. Tu pejgamberi alayhi salatu wasalam domethënë u pikëllua akoma dhe më shumë. U pikëllua për bashkëshorten e tij për cilën kishte thënë nga burrat ka pasur njerëz fisnik dhe madhështor që janë kompletuar në të gjitha sjelljet e tyre, ndërsa nga femrat, nga gjinia femrore, ata janë shumë më të pakta, shumë herë më të pakta. Domethënë ajo fjala që e përdorin në ndryshe duke thënë femër burrnesh. Pra burrneshat janë shumë të pakta dhe ato janë 4. Mariemi thotë
nëna e Isait alayhi salatu wassalam, Asia bashkëshortja e faraonit, Khadijja bashkëshortja e pejgamberit Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe Fatimja e bija e tij. Domethënë këto janë 4 femra të cilat i ka vlerësuar i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam në plotësimin e tyre, domethënë në kompletimin e tyre, në madhështinë e tyre si njerëz, por edhe si femra normalisht. Këtu merr goditjen e dytë i dërguari i Zotit, domethënë në një kohë shumë të shkurtër, largohet shtylla e tij më e fortë në përballje me kurejshitët dhe fiset e tjera. Jo vetëm në përballje me kurejshitët, po në përballje edhe me fisin e vet, me barkun e vet, edhe me to. Benu Hashim, domethënë edhe me to, ai i cili qëndronte në ball ishte pikërisht xhaxhai i tij, se kishte xhaxhain tjetër pra. Ebu Lehebin, i cili ishte ndërkundërshtar të rreth. Dhe ai i cili i eliminonte këto sulme të drejtë për drejtë ishte pikërisht xhaxhai i tij Abu Talib. Dhe ajo që e mbështeste të dërguarin e Zotit në mënyrë të vazhdueshme, e motivonte, e ingranonte që i dërguari i Zotit, ty nuk do të të lërë Allahu kurrë në balë. Ti e ndihmon nevojtarin, i përgjigjesh atij i cili ka nevojë për ndihmën tënde, qëndron në krahët atij të cilët i është bërë padrejtësi. Ti i dërguari i Zotit edhe mikun e pret mirë. Nuk, domethënë që të kesh të tilla virtyte e cilësi, nuk ka se si Zoti i gjithësisë të braktisë ty. Tashmë kjo largohet dhe nisin revoltat ndaj të dërguarit të Zotit. Humbet mbështetjen e fortë, farefisin domethënë, humbet masat, sepse shumica e muslimanëve tashmë kishin emigruar drejt Abisinis, drejt Habeshes. Është me një numër të pakët besimtarëve dhe sikurse e kam thënë dhe më parë që emigrimi drejt Abisinis ishte një tregues i qartë i vizionit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se atje nuk emigruan të shtypurit, atje emigruan paria, pra për të na treguar se i dërguari i Zotit kërkonte të përgatiste një terren të dytë për davetin, për thirrjen e tij në fe. Pra ishte domethënë vizion jashtëzakonisht i qartë kjo. Dhe tashmë mbetet Mekë me njerëz, siç do ta shohim tani, siç do të përcjellë këtë histori, si Abdullah ibn Mas'udi, Zoti qoftë i kënaqur për gjithë sahabët, por që në realitet ishin të shtypur në mesin e njerëzve, ku na tregon Abdullah ibn Mas'udi dhe thotë një ditë për ditësh teksa isha në Qabe, domethënë bashkë me të tjerët, dhe i dërguari i Zotit po falej tashmë publikisht, dhe siç e ka thënë Abdullah ibn Mas'udi që ne nuk jemi falur lirshëm në Qabe derisa e pranoi Islamin Hamzai dhe Umar ibn Khattab. Pra nga i çast nisëm të falemi publikisht, ose lirshëm, më mirë themi. Thotë dhe Ebu Xehli, me nkrye Ebu Xehlin dhe një sër nga paria kurejshite diskutojnë dhe thonë: ore ka therë filani një deve sot. Kush prej jush e merr përsipër që më i marr plënsat dhe zorrët e deves dhe me shku me Jahud Muhammedit alayhi salam në qafë? Dhe ngrihet një person që quhet Uqba ibn Abi Mu'ayt dhe thotë: unë shkon dhe i merr atje ke plerët, domethënë ku ndodheshin, dhe ja hedh pejgamberit në qafë ndërkohë që ishte në sejdë. Por imagjinoni domethënë të hedh ploncat e një deveje, nuk luhet për i veni o vëllezër e mi. Edhe i lop domethënë, po deveja që është 2 fishi i lopës ose 3 fishi i lopës, sa i ka ploncat apo. Pra me t'i hedh në qafë nuk lut dot më për i venit. Dhe thot Abdullah ibn Mas'udi çfarë të veproi ato. Pra shikoni se në çfarë pozite ka ngeli dërguari i Zotit. Nuk kisha mundësi të reagoja domethënë në këtë veprim. Vetëm se ta mohoja me shpirtin tim, pra shumë dëshirë do të kisha, po nuk kisha çfarë të reagoja, pasi e dija shumë mirë që do të më vrisnin. Po nuk kishte halli se po të vrasin. Sahabët kishin aq dashuri për dërguarin e Zotit sa mos ta vrisin me një vramja. Por puna është që çfarë i shërbeve ti me atë vramën që të vram ty. Këtë duhet me llogari. Thotë dhe dikush lajmëron Fatimen, vajzën e fundit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, njëkohësisht dhe fëmijën e parafundit të tij, e ndihmon Fatimen, e cila ishte rreth 10 vjeç. Dhe i thotë që kështu kanë vepruar me pejgamberin, pas kishte më mbështetje, dhe shkon Fatimja dhe mezia largon babës nga qafa, thotë duke qahë, domethënë.
Nëse për fëmin t'ja turprosh babën është shumë e idhët, për vajzën është akoma dhe më shumë. Për vajzën është shumë herë më keq. Dhe kërkon të ngushëllojë edhe pse fëmijë i vogël. Pejgamberi alayhis salam është ndër rastet e rralla që është e vërteta që mallkon njerëzit, domethënë se mallkon të tjerët, ngren duart nga qielli dhe lutet e thotë: O Allah, ta kam lënë në dorë tate Ebu Jehel ibni Hisham. Pra merr hak për mu, për Ebu Jehlin, kundër Ebu Jehlit. Utbet ibn Rabia, i ka përmend, janë 7 persona që i ka përmend me emër. Të 7 janë vrasë, jo musliman. Është lutje e profetit alayhis salam dhe aq më tepër një profeti, një njeriu që i është bërë pa drejtësi maksimum nga këta njerëz. Utbet ibn Rabia, Shejbet ibn Rabia, këto të dy kanë qenë vëllezër. Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf, Uqbet ibn Abi Muayt, ky i cili bëri veprimin, dhe Umar ibn al-Walid. Që të 7 këto, thot Abdullah ibn Mesudi, kemi parë të vrarë në betejën e Bedrit, sikurse do ta përmendim inshallah në javën e vijim. Thash që në jetën e profetit alayhis salam mallkimet e aq më tepër të tilla mallkime janë shumë të rralla. Kemi fragmente që quhet, domethënë, historinë, jo në historinë, por në terminologjinë islame si mubahala, pra me bë betim me mallkim. Betim me mallkim ndaj njëri tjetrit. Ka shumë njerëz që e kanë bërë, domethënë, këtë si mond. Për të nxjerrë një veprim të tyre, nëse mendim të tyre për ta nxjerrë në pa, hajde të bëjmë mubahala, domethënë të mallkohemi me njëri tjetrin ashtu siç urdhëron Zoti në Kur'an. Zoti, domethënë, kur e ka kërkuar diçka të tillë që të bëjnë mubahala, po e ka kërkuar jo për ta bëti tradit, për ta bëti mod, por e ka kërkuar, domethënë, që për ata njerëz të cilët betohenin se janë hak. Ata janë hak dhe të tjerët janë në kotën. Po jo, hajde se ta bëjmë mod tash. Pra tjetri thotë, ikër se nuk jeni në rrugë marrë. Hajde se mallkohemi ne me familjen. Po mirë, çfarë ka familja tjetër? Ndërsa rasti mubahale sa dhe familjarët kanë qenë të bindur në atë që çfarë do të vepronin. Domethënë ishte ajo frika. Thotë ushtangën, ustepën, personat të cilët e djuan sepse ishin prezent, të 7 këta ishin prezent. Ushtangën, domethënë ustepën, e dinin shumë mirë që lutjet në Mekë zakonisht, domethënë, ishin të pranuara, veçanërisht kur bëhej fjalë që një njeriu që i kishte bërë pa drejtësi, akoma dhe më shumë njeri si pejgamberi alayhis salam. Nga ajo ditë u ka hyrë, thot, frika në zemër këtyre njerëzve. Pra filluan ta shprehin atë lloj frike tek sjelljet e tyre. Mirë, po tashmë nuk reflektonin, pra se mund ta shprehësh frikën, po nis dhe reflekton, nis e kthen robin. Jore, o burra, sërish në të njëjtin veprim. Thash i dërguari i Zotit nuk e kishte në zakonin e tij të mallkonte. Pra mallkimet ose lutjet kundra të tjerëve ndaj atyre të cilët nuk ndante, ndoshta të njëjtin besim ose të njëjtën rrugë, kanë qenë kur ka pas padrejtësi. Kur ka pas padrejtësi. Siç do të jetë një rast për shembull kur i morën një pjesë hafizësh të Kuranit famlar, pra i morën mbes në Demek me shku i përdor si emisar që ata të mësonin njerëzve në një zonë të caktuar të mësonin fenë dhe i vranë, i prenë mbes, i vranë. Ndaj këtyre pejgamberi alayhis salam është lutur dhe i ka mallkuar për plot 30 ditë me radhë në namaz sabahut. 30 ditë me radhë namaz i ka mallkuar këta njerëz. Pra e kishin bë hak mon maksimum, ama në të përditshmën e tij nuk e ka pasur në zakon i dërguar i Zotit, domethënë mallkimin. Mallkimet janë të ndryshme. Mallkimi është edhe domethënë të marrë të drejqin. A ka më të keqe? Të marrë drejqi kush, të marrë shejtani. Po mirë, duhet të fshjafën se sa të marrë drejqi, e kupton. Se më thuj qafën, hajt për të vdekin në të gjithë, Zot na ruaj, edhe kjo duhet të jetë përjashtuar, po them, duke krahasuar midis dy të këqijave, kupton? Midis dy të këqijave, të paktën të kishte qenë kjo. Jo kjo tjetra. Pra mallkimet janë ndryshme dhe profeti alayhis salam e kishte zakon dhe thonte
Lejse l-mu'minu bi ta'an, wala la'an, wala fahish, wala badhi. Muslimani nuk është sharës, ofendues, mallkues, as gojpis. Gjitha këto nuk duhet i ketë besimtari. Dhe këto nuk ekzistonin ke pejgamberi alayhis salam. Kur dëgjonte të sharë ofendime ose dikënd i cili në fjalorin e tij nuk kishte atë fjalorin e pastër që duhet ketë besimtari, i dërguar i Zotit mërzitej, reflektonte, reagonte, largohej, nuk qëndronte aty për t'u treguar domethënë se nuk mund të pajtohem asesi me të kotën, edhe nëse është nga njerëzit e mi më të afërm. Fort të du, me ty nuk jam. Shpesh në ndodh domethënë që të bëhemi palë me heshtjen tonë. Përse? Se e kemi robin tonë. Përse? Se e kemi shokun tonë. Shok është ai i cili nuk të rreh shpatullat në të keqe. Mik është ai i cili nuk të mbështet në rrugën e keqe. Të keqe si thotë e keqe, të mirë si hap derën dhe thotë unë jam çelësi i parë në rrugën e hajrit, në rrugën të mirës. Ky është shoku dhe miku që duhet kesh në jetë. Të tjerët, ata të cilët të lavdrojnë, ata të cilët domethënë vetëm të rrahin shpatullat dhe thonë po. Ata të cilët shohin domethënë mos me ta prish asnjëherë. A ka mundësi o vëllezërit e mi që të jetoke ti në këtë dynja dhe t'jeke të qenke aq i përsosur sa mos gaboke në sjelljet tuaja, në të folurën tënde, për çfarë të duhet shoku që kur ti gabon me hir apo pa hir, me dashje apo pa dashje, ai me të udhëzu ose me të orientu, me të thonë këtu e ke gabim. Këtu e ke gabim. Ne kemi nevojë për njerëz të tillë, të rrethohemi nga të tillë. Nuk kemi nevojë ta fllihim tjetrin, nuk kemi nevojë ta demaskojmë tjetrin dhe të themi e ka bën një gabim, shkoj këshilloje pra, mos e demasko, mos u merr me sepse e bëri e qyshe tek e më i vu bishta e çfarë dëshirojsh ti më i vu. Jo. Ndërsa besimtari është ai i cili është shok e mik, ndaj dhe pejgamberi alayhis salam thotë el-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Robi është në fenë e vllajt të tij me të cilin shoqërohet, ndaj le të zgjedh gjithsej i cili prej jush se me kë shoqërohet. Pra me kë shoqërohesh? Me personin i cili ndaj teje është i kulluar, ka sinqeritet plotësisht, të respekton në maksimum dhe pjesë e respektit të tij, pjesë e dashurisë dhe çiltërsisë së tij me ty është që me ta thon kur e ke gabim. Me të thënë unë të du fort dhe ai që të donë fort ta thotë se ku e ke gabimin ose çfarë duhet, nëse jo gabim ose ku duhet jetë reflektimi. Kur mos u mërzit për një person i cili ta thotë një këshill në sy për ta thotë në privatësinë tënde. Kur mos u mërzit për ti. Normalisht njeriu në natyrën e tij ka qejf, domethënë mos gaboj kurr. Ka qejf mos jetë me faj kurr. Ka qejf mos dali gabimtar ose i fajshëm, ka qejf vazhdimisht mos dali si i tillë. Mirë po, a mundesh me qenë? Normalisht që nuk mund të jemi të tillë, por duhet punojmë për rrugën e tillë. Ndaj dhe kur dikush të orienton dhe të thotë që kujdes këtu dhe kujdes këtu, vlerësoj Allah. Thuaj Allahu tash problem. Ndoshta edhe nuk pajtohesh me atë që të thotë ai. Ndoshta ti ke mendimin ndryshe, por sërish vlerësoje. Pse? Se ky të don, ai i cili ta vën në ndukje një gabim ose të jep një këshill midis teje dhe ti, është vetëm Allahu, vallahi ky të don. Mos nis me paragjykime dhe me fantazitë tua. Shiko se pse më erdhi, pse më tha, ku do di, çfarë kishte për qëllim, ku donte të dilte. Mos vëllogërit gjata valla, se nuk ka kohë jeta vallahi. Nuk kemi kohën këtë jetë u marr me të tilla gjëra. Bie i shkurt. Merru me të jashtmen, mos u merr me të brendshmën e tjetrit. Kur të merresh me të brendshmën, merru me të brendshmën tënde për cilën je i sigurt se gjithsej i cili prej nesh e njeh të brendshmën e tij, e din se çfarë ka në brendsinë e tij, e din se edhe kur është gabim apo diçka të cilën duhet ta ndreqi, duhet ta rregulloj, e din që e ka gabim. Por mos tento të jesh pjesë e të brendshmës shpirtërore të tjetrit, se atë e din vetëm Allahu. Të lutem ty e mëdhnueshmi Allah na falë na mëshiron. Na pajisë Zot me moralet e larta të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na e bëj jetën të lehtë dhe na mundsos Zot ta vëmë atë në shërbim fesë tonë. Na e bëj vdekjen të lehtë, të lutem ty e mëdhnueshmi Allah na mundsos të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Të lutem ty e mëdhnueshmi Allah për çdo musliman në mban botës, kudo që ata ndodhen, kudo që ata janë. Zot ndihmoju, je pranë tyre
ndihmoju ndaj të padrejtëve, ndaj agresorëve, ndaj atyre të cilët turbullojnë jetën tonë, e veçanërisht muslimanët e Gazës, të Palestinës, ku do derdhet gjaku i muslimanit, ku do trazohet siguria dhe stabiliteti i muslimanit. Të lutem ty më të mëdhshmi Allah, të mos lejosh të dalin prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me teube të pranuar, me lutjet për refuzuara, dhe sigurisht se na mundsove të mbledhemi këtu për të dëgjuar dhe për të madhruar madhrinë tënde. Na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, dashamirët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.